Gjithsej 21 subjekte politike kanë dorëzuar listat e kandidatëve përmes platformës. Po filloj prej të parës, Lëvizja Vendosje ka dorëzuar listën e kandidatëve me gjithsej 110 kandidatë. Lista e kandidatëve është verifikuar në përputhje me nenin 30 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme dhe nga të dhënat e verifikuara rezulton se asnjë kandidat nuk bie ndesh me dispozitat e përcaktuara në nenin 30 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Zyra për regjistrimin, certifikimin dhe kontrollin financiar të subjekteve politike i rekomandon KQZ-s që të certifikojë listën e kandidatëve me 110 kandidatë të subjektit politik Lëvizja Vendosje. Faleminderit. Nëse s'ka dikush diçka, me herë në votim, kush është për? 10 vota për, miratohet. Subjekti radhës është Koalicia Vakat. Ky subjekt ka dorëzuar listën e kandidatëve me gjithsej 31 kandidatë. Lista me kandidatë është verifikuar në përputhje me dispozitat ligjore të nenit 30 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Nga të dhënat e verifikuara rezulton se asnjë kandidat nuk bie ndesh me dispozitat e përcaktuara në nenin 30. Zyra i rekomandon KQZ-s certifikoj listën e kandidatëve me 31 kandidatë të subjektit politik Koalicia Vakat. Nëse s'ka dikush diçka, e hedh në votim, kush është për? 10 vota për, certifikohen. Subjekti radhës është Ashkalit e Bashkuar. Subjekti ka dorëzuar listën e kandidatëve me gjithsej 53 kandidatë. Lista kandidatëve është verifikuar në përputhje me nenin 30 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Nga të dhënat e verifikuara, rezulton se asnjë kandidat nuk bie ndesh me këto dispozita. Zyra i rekomandon KQZ-s që të certifikojë listën e kandidatëve me 53 kandidatë të subjektit politik Ashkalit e Bashkuar. Faleminderit Besnik, nëse s'ka dikush diçka, e hedh në votim, kush është për? 10 vota për, certifikohen. Subjekti radhës është Partia Demokratike e Kosovës. Subjekti ka dorëzuar listën me 110 kandidatë. Lista me kandidatë është verifikuar në përputhje me nenin 30 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme dhe nga të dhënat e verifikuara rezulton se asnjë kandidat nuk bie ndesh me dispozitat ligjore. Zyra i rekomandon KQZ-s certifikoj listën e kandidatëve me 110 kandidatë të subjektit politik Partia Demokratike e Kosovës. Nëse s'ka dikush diçka, e hedh në votim, kush është për? 10 vota për, certifikohen. Subjekti radhës është Lidhja Demokratike e Kosovës. Subjekti politik ka dorëzuar listën e kandidatëve me gjithsej 110 kandidatë. Lista me kandidatë është verifikuar në përputhje me nenin 30 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Nga të dhënat e verifikuara rezulton se asnjë kandidat nuk bie ndesh me këto dispozita. Zyra i rekomandon KQZ-s certifikoj listën e kandidatëve me 110 kandidatë të subjektit politik Lidhja Demokratike e Kosovës. Hedh në votim, kush është për? 10 vota për, certifikohen. Subjekti radhës është Srpska Lista. Subjekti politik ka dorëzuar listën e kandidatëve me gjithsej 25 kandidatë. Lista me kandidatë është verifikuar në përputhje me dispozitat ligjore të nenit 30 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Nga të dhënat e verifikuara rezulton se asnjë kandidat nuk bie ndesh me këto dispozita. Zyra i rekomandon KQZ-s certifikoj listën e kandidatëve me 25 kandidatë të subjektit politik Srpska Lista. Hedh në votim, kush është për? Kundër apo abstenim? Abstenim apo kundër? Kundër. Atëherë me 8 vota për, 2 kundër, certifikohet Srpska Lista. Vazhdojmë. Subjekti politik i radhës është AK Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Subjekti politik ka dorëzuar listën e kandidatëve me gjithsej 110 kandidatë. Lista me kandidatë është verifikuar në përputhje me nenin 30 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme dhe nga të dhënat e verifikuara rezulton se asnjë kandidat nuk bie ndesh me këto dispozita. Zyra i rekomandon KQZ-s që të certifikojë listën e kandidatëve me 110 kandidatë të subjektit politik AK Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Kush është për? 10 vota për, certifikohen. Subjekti i radhës është Kosova Demokratik Tyrk Partisi. Subjekti politik ka dorëzuar listën e kandidatëve me gjithsej 22 kandidatë. Lista me kandidatë është verifikuar në përputhje me dispozitat ligjore të nenit 30 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Nga të dhënat e verifikuara rezulton se asnjë kandidat nuk bie ndesh me këto dispozita. Zyra i rekomandon KQZ-s që të certifikoj listën e kandidatëve me 22 kandidatë të subjektit politik Kosova Demokratik Tyrk Partisi. Kush është për? 10 vota për, certifikohen. Subjekti radhës është za Slobodu Pravdoj Opstanak. Subjekti politik ka dorëzuar listën e kandidatëve me gjithsej 10 kandidatë. Lista me kandidatë është verifikuar në përputhje me nenin 30 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Nga të dhënat e verifikuara rezulton se asnjë kandidat nuk bie ndesh me këto dispozita.
Zyra i rekomandon KQZ-s që të certifikoj listën e kandidatëve me 10 kandidatë të subjektit politik za slobodnu pravdu i opstanak. Kush o për? Una. Jel se čujem? Dhe ljubi fjallën. Jel mogu? Poštovani predsjedavajući, poštovane kolege i mediji, što se ove liste tiče, imam samo jedno mišljenje da iznesem, a to je mislim da je protivzakonito i protivustavno da se potvrdi lista koja je sada naveo gospodin direktor. Na izborima izjasnili su se da žele da se takmiče za rezervisana mesta koja su opredeljena za srpsku zajednicu, za tih 10 rezervisanih mesta. Na listi su građani koji se ne izjašnjavaju tako, već se izjašnjavaju kao Crnogorac ili Bošnjak. Znači imaju dva lica koja se izjašnjavaju drugačije. To je moje mišljenje i ako biste malo proverili ta lica, vidjeli biste da se izjašnjavaju sasvim suprotno od onoga što je opredeljeno ili ti obezbeđeno za srpsku zajednicu, a to je tih 10 mesta. Hvala. Faleminderit, dikush diçka tjetër lidhet me këtë? Po, gjatë aplikimit të këtij subjekti politik, dorëzimit të listës kandidatëve, lista është verifiku në përputhje me atë që na kërkon ligji për zgjedhjet e përgjithshme, konkretisht në 30. Në anën tjetër, ne kemi trajtu këtë çështje edhe kemi deklaruar edhe në kaluarën që është pamundur të bëhet vlerësim nëse kandidat në mendjen e subjektit politik cilët etni i takojnë, për shkak që regjistri qendror civil nuk përcakton kriter të etnisë ku një shtetas Kosovës e identifikon se i përket komunitetit shumicë ose komunitetit pakicë këtë rast. Dhe në këtë aspekt, përputhje me nenin 30 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, kandidatët e subjektit politik sa slobodnu pravdu i opstanak i plotësojnë të gjitha kriteret ligjore. Prandaj edhe është rekomanduar për certifikim në KQZ. Faleminderit kryetare, na shpeshherë po sfidohemi në fakt nëse duhet të certifikojmë forcët caktuar politike ose kandidat caktuar, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe anëtarët individualisht, specifikisht, nuk kanë një mekanizëm për shembull që munden me i verifiku pretendimet ose shqetësimet individuale të njerëzve, të anëtarëve madje që janë këtu, edhe vetëm në mbështetje ne kemi institucionet e Republikës Kosovës që merren me këtë punë, që merren me verifikimin e tyre, edhe nëse informacionet për shembull që vijnë në këtë sallë nga institucionet e Republikës Kosovës flasin se kandidatët i plotësojnë kriteret dhe nuk binë kundërshtim dhe ndesh me ligjin, atëherë unë besoj që na nuk kemi asnjë zgjidhje tjetër përpos që ta votojmë certifikimin e tyre. Nëse ka pretendime për shembull që janë serioze e kalojnë përtej ekspertizës që mund ta ketë ky institucion këtu, atëherë ekziston mundësia e ushtrimit të ankesës në panelin për ankesa dhe para shtresa, në mënyrë që të mos bllokohemi dhe të mos vijmë në situata qesharake që ndonjëherë për shembull pa pas burime të sakta ose përtej tyre, të votojmë pro ose kontra. Faleminderit. Faleminderit. Dikush diçka tjetër? Nëse jo e hedh në votim, kush është për? Kundër apo abstenim? Atëherë 9 vota për, 1 kundër, certifikohet lista kandidatëve za slobodnu pravdu i opstanak. Vazhdojmë këtë. E radhës është Nova Demokratska Stranka, subjekti politik ka dorëzuar listën e kandidatëve me gjithsej 30 kandidat. Lista me kandidat është verifikuar në përputhje me nenin 30 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Nga të dhënat e verifikuara, kandidatët e këtij subjekti politik nuk bien ndesh me këto dispozita. Zyra i rekomandon KQZ-s që të certifikojë listën e kandidatëve me 30 kandidat të subjektit politik Nova Demokratska Stranka. Faleminderit. Nëse s'ka ndonjë diskutim, e hedh në votim, kush është për? 10 vota për, certifikohet. Subjekti i radhës është Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës, IRDK. Subjekti ka dorëzuar listën e kandidatëve me gjithsej 44 kandidat. Lista me kandidat është verifikuar në përputhje me dispozitat ligjore të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Nga të dhënat e verifikuara,
rezulton se asnjë kandidat nuk bie ndesh me këto dispozita. Zyra i rekomandon KQZ-s të certifikojë listën e kandidatëve me 44 kandidat të subjektit politik Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës. Nëse s'ka ndonjë diskutim, hedhëm votim. Kush është për? 10 vota për, certifikohet. Subjekti i radhës është Social-Demokratska Unia, SDU. Subjekti politik ka dorëzuar listën e kandidatëve me gjithsej 27 kandidat. Lista me kandidat është verifikuar në përputhje me nenin 30 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Nga të dhënat e verifikuara rezulton se asnjë kandidat nuk bie ndesh me këto dispozita. Zyra i rekomandon KQZ-s të certifikojë listën e kandidatëve me 27 kandidat të subjektit politik Social-Demokratska Unia. Kush është për? 10 vota për, certifikohen. Subjekti i radhës është Partia Liberale Egjiptiane. Subjekti politik ka dorëzuar listën e kandidatëve me 41 kandidat. Lista me kandidat është verifikuar në përputhje me nenin 30 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Nga të dhënat e verifikuara, asnjë kandidat nuk bie ndesh me këto dispozita. Zyra i rekomandon KQZ-s të certifikojë listën e kandidatëve me 41 kandidat të subjektit politik Partia Liberale Egjiptiane. Nëse s'ka diçka, hedhëm votim. Kush është për? 10 vota për, certifikohen. Subjekti i radhës është PSA. Subjekti ka dorëzuar listën e kandidatëve me gjithsej 66 kandidat. Lista me kandidat është verifikuar në përputhje me nenin 30 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Nga të dhënat e verifikuara, rezulton se asnjë kandidat nuk bie ndesh me këto dispozita. Zyra i rekomandon KQZ-s të certifikojë listën e kandidatëve me 66 kandidat të subjektit politik PSA. Hedhëm votim. Kush është për? 10 vota për, certifikohen. Subjekti politik i radhës është Jedin Zvena Goranska Partia. Ky subjekt ka dorëzuar listën e kandidatëve me gjithsej 24 kandidat. Lista me kandidat është verifikuar në përputhje me nenin 30 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Nga të dhënat e verifikuara, rezulton se asnjë kandidat nuk bie ndesh me këto dispozita. Zyra i rekomandon KQZ-s të certifikojë listën e kandidatëve me 24 kandidat të subjektit politik Jedin Zvena Goranska Partia. Hedhëm votim. Kush është për? 10 vota për, certifikohen. Subjekti politik i radhës është Lëvizja Përparlamentare e Romëve të Kosovës. Ky subjekt ka dorëzuar listën e kandidatëve me gjithsej 13 kandidat. Lista me kandidat është verifikuar në përputhje me nenin 30 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Nga të dhënat e verifikuara, rezulton se kandidat nuk bie ndesh me dispozitat ligjore. Zyra i rekomandon KQZ-s të certifikojë listën e kandidatëve me 13 kandidat të subjektit politik Lëvizja Përparlamentare e Romëve të Kosovës. Kush është për? 10 vota për, certifikohen. Subjekti i radhës është KNRP. Subjekti ka dorëzuar listën e kandidatëve me gjithsej 16 kandidat. Lista me kandidat është verifikuar sipas dispozitave ligjore të nenit 30 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Nga të dhënat e verifikuara, rezulton se asnjë kandidat nuk bie ndesh me këto dispozita. Zyra i rekomandon KQZ-s të certifikojë listën e kandidatëve me 16 kandidat të subjektit politik KNRP. Hedhëm votim. Kush është për? 10 vota për, certifikohen. Subjekti politik i radhës është Subjekti politik i radhës është Fjala. Subjekti politik ka dorëzuar listën e kandidatëve me gjithsej 19 kandidat. Lista me kandidat është verifikuar në përputhje me nenin 30 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Nga të dhënat e verifikuara, rezulton se kandidatët e këtij subjekti politik nuk bien ndesh me këto dispozita. Zyra i rekomandon KQZ-s të certifikojë listën e kandidatëve me 19 kandidat të subjektit politik Fjala. Hedhëm votim. Kush është për? 10 vota për, certifikohen. Partia Rome e Bashkuar e Kosovës është subjekti i radhës. Ky subjekt ka dorëzuar listën e kandidatëve me gjithsej 34 kandidat. Lista me kandidat është verifikuar në përputhje me dispozitat ligjore të nenit 30 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Nga të dhënat e verifikuara, rezulton se asnjë kandidat nuk bie ndesh me këto dispozita. Zyra i rekomandon KQZ-s të certifikojë listën e kandidatëve me 34 kandidat të subjektit politik Partia Rome e Bashkuar e Kosovës. Hedhëm votim. Kush është për? 10 vota për, certifikohen. Subjekti politik i radhës është PSD. Subjekti ka dorëzuar listën e kandidatëve me gjithsej 6 kandidat. Lista me kandidat është verifikuar në përputhje me dispozitat ligjore të nenit 30 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Ka të dhënat e verifikuara, rezulton se asnjë kandidat nuk bie ndesh me këto dispozita. Zyra i rekomandon KQZ-s të certifikojë listën e kandidatëve me 6 kandidat të subjektit politik PSD. Hedhëm votim. Kush është për? 10 vota për, certifikohen. Kryetar? Po besnik?
Këto janë në rekomandim janë 20 subjekte politike, subjekti 21 që është kandidati pavarur është certifikuar si subjekt politik, por kur është certifikuar nga KQZ-ja, ai është verifikuar edhe në institucione tjera. Kështu që është certifikuar para disa dite, edhe prandaj nuk është në këtë listë. Qartë. Sa për informat, do të thotë sot KQZ certifikoi 902 kandidatë, që përfshin gjithsej 21 subjekte politike. Gjithashtu raporti përmban edhe statistika gjinore dhe të moshës për kandidat, i kene edhe që janë pjesë e këtij rekomandimi. Po. Për publikun do është mirë edhe për mediat që ta dinë. Për publikun pra bëhet fjalë për kandidat burra që janë gjithsej 593, për kandidat gra 309. Apo 66%. Ose po, në përqindje i bie që burra janë 66%, ndërsa 34% janë gra. Nëse marrin për bazë moshën në përqindje, atëherë kandidat deri në moshën 64 vjet janë 95%, kandidat mbi moshën 65 vjet janë 5%.